Pas ditën e sotme do të publikohet doktrina e re britanike e mbrojtjes, e cila përditësohet çdo 10 vjet. Një dokument prej 140 faqesh, rekomandimet e të cilit janë pranuar tashmë në tërësi nga qeveria laboriste e Keir Starmer. Udhëzimi kryesor është që Britania e Madhe të bëhet gati për një luftë në Evropë ose në Atlantik, përballë një kërcënimi rus të cilësuar si i menjëhershëm dhe shqetësues. Me këtë synim, Londra do të pajiset me një flotë të re nëndetësesh sulmuese me energji atomike deri në 12 njësi, që do të jenë gati deri në fund të kësaj dekade. Gjithashtu do të investohen 15 miliard pound për modernizimin e forcës bërthamore frenuese dhe po shqyrtohet mundësia e blerjes së bombarduesve strategjik, të aftë për të lëshuar koka bërthamore. Deri tani, arsenali bërthamor britanik është i shpërndarë në 4 nëndetëse Trident, që lundrojnë vazhdimisht. Ministri i mbrojtjes John Healey e ka thënë qartë se Britania duhet të jetë gati të përballet me një sulm ushtarak nga Rusia dhe se doktrina e re e mbrojtjes është një mesazh për Moskën që Londra ka ndërmend të luftojë. Kjo përbën një revolucion të plotë në qëndrimin ushtarak britanik, i cili deri më tani ka qenë i fokusuar tek trupat ekspedicionare, të shpejta për të përballuar konflikte jashtë vendit me kundërshtar me teknologji të ulët, si në luftrat në Irak dhe Afganistan. Tani përballemi me një sfidë më të ndërlikuar në të gjitha frontet, përfshirë edhe aspektin e luftës elektronike. Ndër masat e tjera përfshihet edhe krijimi një garde kombëtare, një forcë territoriale e përbërë nga qytetarë të angazhuar për mbrojtjen e infrastrukturave strategjike, nga aeroportet deri tek linjat e komunikimit. Do të synohet gjithashtu të ndalet rënia e numrit të trupave të forcave të armatosura, që është zvogëluar ndjeshëm gjatë dekadave të fundit. Mbetet një pikpyetje e madhe mbi mënyrën se si do të financohet kjo gjithçka. Qeveria Starmer është zëtuar tashmë të rrisë shpenzimet për mbrojtjen e saj me 2.5% të PBB-s brenda 2 vitesh, nga 2.3%, duke përgjysmuar për këtë qëllim fondet e bashkëpunimit ndërkombëtar. Por doktrina e re e mbrojtjes kërkon që shpenzimet të rriten të paktën në 3% të PBB-s, një objektiv që është përmendur nga ministrat, por që ndesh në kujdesin e thesarit, i cili ka paralajmëruar për vështirësitë që lidhen me një përpjekje të tillë.